Një zonjë nga Prishtina e cila jeton 30 sa vite në Zvicër dhe punon në komunë që 25 vite. Pra, që 25 vjet vetëm për shtetin punon. Flutra, mirë se gjetëm. Mirë se vini. Faleminderit edhe për Faleminderit edhe juve. pritjen. Besoj ky është partneri me sa po shohun aty në fotografi, është zviceran. Zviceran. Atëherë, përpara se të pyes për punën tënde, jetën tënde në Zvicër, si je tu kalu me partnerin? Si shkon jeta e një shqiptarje me një zviceran në Zvicër? Shumë mirë, si çdo kush. Si çdo kush. Nuk ka ndonjë ndryshim me thonë Fludra mes mentalitetit diçka që the për ku është ku janë ndryshimet? Na shqiptarët jemi ma shpërthejmë do situata që nuk duhet. Nuk duhet. Po, në të kundërtën ata janë shumë qitë. Okej. Edhe ajo qetësia ti edhe unë bashk bojmë dyqysh. Okej. Tashi, a e ke bo ti atë shqiptar apo të ka bo ai ty zvicerane? Sepse njëri dominon, a e ke parasysh, në çift njëri dominon. Tashi dominon. Sigurisht, që dominon. Ke dominu ti apo ka dominuar? Unë jam shumë gjatë këtu. Edhe i kom marrën ato sendet e mira të Zvicrës, që për shembull marrë me kohë. Po edhe ai ka marrë sendet e mia që ushqimin unë e bëj vetëm shqip. Vetëm shqip. Edhe pse i ke 35 vite në Zvicër ti gatuan shqip. Shqip, po, shqip gatuj, edhe partnerit temi pëlqen ajo shumë. I pëlqen shumë ushqimet tradicionale shqiptare janë shumë, prej flis, pite, gjitha i bëj shqip. Okej, gjitha e bën shqip. Po. Shumë interesant. Gatimin e bën po, normal. Jetën në përgjithësi e bën shqip apo e bën zvicerançe? Jo, nuk mundesh me bos si në Kosovë ose Shqipëri, nuk mundesh. Po se e ke orarin e caktuar, kur shkon punë, kur kthehesh. Shumicën e rasteve në mramje je çaq i lodhën sa që as nuk mundesh me dalë dikon. Okej. Ne rrim shumë në shtëpi, por pushimet i kalojmë gjithkohon. I kalojmë gjithkohon? Po, në Kosovë